Izet Mexhiti do të jetë kryetari i komunës së Çajirit për 4 vitet e ardhshme. Kandidati i koalicionit Vlen doli fitues që në rrethin e parë përballë kundër kandidatit të Aleancës për Integrim Kombëtar Bujar Osmani. Sipas rezultateve të shpallura, Mexhiti ka siguruar fitore me një diferencë rreth 3500 vota ndaj rivalit të tij. Në fjalimin e tij, Mexhiti tha se Çajiri nuk votoi për një emër apo një parti, por për një ndryshim të thellë politik mes shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Çajiri sonte dëshmoi jo vetëm për nderin e tij, por e mbrojtja dhe nderin e gjithë shqiptarëve. Fitoria jonë sonte këtu nuk është fitore personale e Izet Mexhitit, as vetëm e Vlenit, por është fitore e gjithë shqiptarëve. Është fitore një klase politike që erdhi në skenë për ndryshim, që solli ndryshim dhe vazhdojnë të bëjnë ndryshimin. Nga ana tjetër, kandidati i AKI-s Bujar Osmani pranoi rezultatin duke uruar Mexhitin, megjithse vlerësoi se fushata nuk ishte e barabartë. Edhe pse fushata nuk ishte as e drejtë e as e ligjshme në çdo aspekt, por unë nuk dua ta ankohem, sepse besoj se ndërshmëria dhe vlerat kanë kuptim vetëm kur i ruan edhe në situata si kjo. Urime kundër kandidatit tim dhe të gjithë koalicionit që qëndroi pas tij. Ata janë fituesit e zgjedhjeve në Çajir dhe uroj sukses në drejtimin e komunës gjatë 4 viteve të ardhshme. Fitoria e Izet Mexhitit në Çajir konsiderohet një ndër rezultatet më të rëndësishme të këtyre zgjedhjeve lokale, duke pasur parasysh peshën politike dhe simbolike që kjo komunë ka për elektoratin shqiptar në vend.